Analisti Ron Gjinovci ka reaguar për protestën e sotme në Tiranë. Përmes një shkrimi në Facebook, Gjinovci pyet për konceptin e protestës duke shtuar se Shqipëria nuk i prish punët për Kosovën. Tutja i thot se Rama dëshiron të luajë kushe primitiv dhe se ai është me Vučićin kundër Kosovës. Në vijim shkrimi i tij plot. A mund dikush me më kallëzu, a unë ndru koncepti i protestës sa qysh? Protesta mahet para një institucioni, autoritetin ndaj të cilit proteston. Jo në për hava, dalin kryet e shtetit ku pëmbajet protesta në protest ndaj kujt. Nëse e ka ndaj bëjes, ndaj institucion tjetër ndërkombëtar janë samitet, janë forumet, komunet Shqipëria me ingrit këto, madje përfaqësuesit e saj, një me protestu me aksione simbolike, ama jo të nderuar. Nuk i prish punë Shqipëria me kërkon për Kosovën, si ka prishkuar, madje as kur ndaj neve janë ushtruar akte gjenocidi. Duhet dikush me bo një llogaritje e me na kallëzu, a ka më shumë dëshmor Shqipëria në Kosovë a Kosova në Siri? S'di pse jam i bindur që Kosova në Siri ka më shumë. Edi Rama lumë ka pak që shtu me juve edhe ju sheh si primitivca që ja shpifni në fund ajo është në Vučićin kundër Kosovës, ndërsa ky sotmi ishte një koncert i lehtë dhe vetëm kaq. Jepi aty kujna, hajde edhe vitin se kam gruan xhelose. Që se kam xhelose. I want a photo with you. Hajde që kam se kam gruan xhelose. Hajde, të gjamiti, pa i bukën. Get free. Don't worry. Faleminderit shumë. Thank you very much. E qamë për mua, po që shtu fisi i këfori, ma shtu